me kënet, me buft dhe ju ka pamundsuar të dëgjoheni. Ky përdori një lloj banalitetin fushat që kur një kryeministër në botë nuk ka lejon vete. Por kam besim, përdori njëherë forma, filloj me disa forma afrodiazike që i ka të vetat, por pastaj dështoj, u përpoq me ca atavizma në vitet 50 alba, unë kam qenë fëmijë, edhe i mirë të fronti, i mirë të burrat veç, gratë veç, i nëzirte në një anë bidhëshin burrat, në një anë gratë dhe bëj propaganda e frontit demokratik. Edhe tani kthehet nga ato dhe i merë gratë veças dhe u bën propagandë grave. Por nuk e dja ju shqetëson dhe ju si mua që gratë buzëqeshin ama? Jo, buzëqeshin, po tallën me te, e kanë buzëqeshe tallse. Po më thoni që nuk e votojnë? E kam vure, jo, nuk e votojnë. E kam konstatuat, e kam studiuat buzëqeshe, kam bëra kështu studim të... Cili është skaneri juaj për buzëqeshin e grave me Ramën? Urdhë? Cili është skaneri juaj? E konsideroj buzëqeshe tallse. Buzëqeshe tallse. Do të shkëputemi doktor për pak sekonda publicitet dhe rikthehemi pas pak, ndërkohë kam një mesazh promocional të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 11 majit. Në datën 11 maj votohet vetëm një fletë votimi që është kjo të cilën unë po e mbaj në duar. Ju mund votoni me një nga mënyrat e treguar në vijim, por ndryshe fleta juaj e votimit do të jetë e pavlefshme. Nëse doni të votoni vetëm për partinë apo vetëm për koalicionin, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë për bri emrit të partisë apo koalicionit të partive që doni të votoni. Nëse doni të votoni vetëm për një nga kandidatët që është në listën parapëlqyese, vendosni sërish shenjën X ose plus brenda kutisë për bri emrit të kandidatit që ju keni zgjedhur. Në këtë rast, vota juaj llogaritet për kandidatin që ju keni zgjedhur, njëkohësisht edhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes, ju nuk mund të votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Voto të dëgjohesh në 11 maj. Ne shkëputemi për pak sekonda të fundit publicitet dhe